Kryeministri Edi Rama ka bërë publik një vlerësim pozitiv të dhënë nga raporti Sigma për punën e agjencisë në media dhe informimin, duke e cilësuar atë si një konfirmim të standardeve të shërbimit që kjo strukturë ofron ndaj mediave dhe publikut. Në deklaratën e tij, Rama theksoi se Agjencia për Media dhe Informim është vlerësuar në mënyrë objektive nga një institucion ndërkombëtar me reputacion, i cili sipas tij bazohet në analiza profesionale dhe të dhëna konkrete, duke mos u ndikuar nga perceptime apo shëndrime politike. Deri dje e bombarduan dhe përbaltën nga të katër anët, ca nga brenda e ca nga jashtë, duke vënë kujën e duke harxuar bojkot për raportet e tyre të pavarura, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga faktet. Por ja që e vërteta që ka ndryshe, shumë ndryshe, sepse kjo agjenci për media dhe informimin e qeverisë e pagëzuar në lindjen e saj me bombat e me baltën e pushtetit të katërt, luan ka një rol krejt tjetër, e na qen ka në shërbim cilësor të mediave dhe të publikut natyrisht. Rama ka uruar gjithashtu stafin e Agjencisë për Media dhe Informim për vlerësimin e marrë, duke theksuar se puna e tyre është e rëndësishme për informimin publik dhe për komunikimin institucional të qeverisë. Këtë nuk po e them unë, nuk e thot as qeveria e një vendi që targetohet rëndomt dhe jo rrallfare kuturu për lirinë e shtypit. Këtë e thot raporti Sigma OECD, një ndër ato burime institucionale ndërkombëtare, reputacioni i fortë i të cilëve është krijuar mbi respektin për faktet, jo mbi perceptimet, mbi analizat profesionale, jo mbi paragjykime arbitrare, mbi vlerësime objektive të vërtetave, jo mbi amplifikime subjektive të gjysmë të vërtetave. Deklarata e kryeministrit vjen në një kohë kur debati mbi rolin dhe funksionimin e institucioneve të komunikimit publik në Shqipëri mbetet një pjesë e diskutimit politik dhe mediatik, veçanërisht në lidhje me transparencën dhe marrëdhëniet me median.